fqinje, ose siç e themi ndryshe komshiu, është ai që banon pranë teje. Kushdo që banon pranë konsiderohet fqinj dhe ka të drejtën si fqinj. Dhe ne kemi detyrime ndaj tij. Qoftë ky njeri fisi apo njeri që nuk e kemi fis. Sa mund ndodh që njeriu ka përbri, sidomos në kohën tonë, njerëz që nuk i ka fis, i ka pranë, ka lidhje fqinjësie me ta. Qoftë musliman dhe qoftë jo musliman. Qoftë i të njëjtës krahin apo i një krahine tjetër, i të njëjtës komsi apo një komsie tjetër. Domethënë, kushdo që banon pranë teje, ai konsiderohet fqinj. Pastaj kanë lindur diskutime mes dietarëve se deri ku shkon kufiri i fqinjësisë. Disa kanë thënë llogariten 40 shtëpi nga çdo anë. 40 shtëpi. Disa të tjerë thonë shikohen rreth rrotull shtëpisë 40 shtëpi, 40 fqinj me fjalë. Një mendim tjetër i dietarëve është se fqinjësia shkon deri aty ku mund të arrijë ezani, se këta konsiderohen fqinj të xhamisë, domethënë sipas asaj faljes së namazit me xhamat në xhami, gjë e cila është detyrë për ata të cilët dëgjojnë ezanin, siç shpjegohet në hadith Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ajo çështje tjetër, mirëpo nga ajo marrim, domethënë kuptojmë se ka një kufi me fjalë të fqinjësisë. Fqinjët e xhamisë dhe fqinjët e shtëpisë. Sidoqoftë me fjalë, ata të cilët banojnë rreth rrotull shtëpisë konsiderohen fqinj. Dhe sa më larg që të shkon njeriu dhe të njohë fqinjët e të përpiqet të bëjë mirë atyre, të ruaj lidhjet me ta, akoma më mirë është për ta. Është për ta më fjalë.